Përshëndetje, akoma pa kaluar një javë, kanë filluar sherrët dhe debatet në Big Brother VIP Kosova 4. Është lëndrimi ai i cili po i ngacmon pothuajse të gjithë banorët. Sigurisht, nuk i ka shpëtuar as Klodianit, të cilin e ka ngacmuar pak si shumë kohën e fundit. Klodiani është ankuar se lëndrimi e ka goditur edhe me dorë. Mirëpo, gjesti i lëndrimit i fundit është parë nga të gjithë, ku lëndrimi e kap për floksh Klodianin. Ndërsa ky i fundit kërkon nga vllai i madh që të ndërmarrë masa dhe kërkoi që të shkojnë në dhomën e rrëfimit. Kjo ngjarje nuk ka kaluar pa u komentuar nga të gjithë ndjekësit e Big Brother VIP Kosova 4. Më pas, produksioni ka dalur me një foto në rrjetin e tij Instagram, duke thënë se a rrezikon lëndrimi të përjashtohet me këtë gjest. Por ju si mendoni?